Ai është një nga reperët më të komentuar në showbizin shqiptar, që merr vëmendje me secilin veprim. E së fundmi Don Johnny ja realizoi dëshirën gjyshes së tij duke i bërë xhiro me makinën e re Lamborghini Revuelto. Në videon që ka ndarë në TikTok, reperi shkruan se kjo nuk është gjyshja e tij, por që thjesht i ka plotësuar dëshirën. Kjo sot gjyshja jem, po gjyshja që ka kërkuar me ja bë një xhiro me nipin në një video në TikTok. Respekt e shumë dashuri për këtë gjyshe, ka thënë ai. Faleminderit shumë. A ka pëshet mirë? Po mirë. Gjyshja më e burta. Hajde bismillah, për hajt. Haj paç. Soda zeti runë tonë. Amin. Edhe ty. Amin. Na jena me gjyshën këtu, do më thonë gjyshja orë me nipin e vetë, edhe ka desh me bo një video me kirën të në tri. Edhe me gjyshën, po dojna me bo video. Bukuresh kyke. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit gjyshe. A vazhdojna gjyshe? Për hajt. Gjyshe, a guxojna me dho gaz pak? Pa. Pak.